Jo, pse i thonë labove kryqit, sepse kishte një kryq, ardhur nga Jeruzalemi, kishte një copë nga Zoti Krishtit brenda dru, edhe tjetri që i tërë i lirë me flori. Dhe në 87 na e përlajtën. Hitën dy djemë këteja, edhe na e morën. I kapi shteti, sigurimi. I kapi, i futën dhe në burg, edhe ata thanë që e coptuam, e hodhën koshë plorave. Ata dy djemëtë, kurse ana tjetër thuhet se ngura në duart e në xhmies. Hoxhës. Dhe sot e ka pranvera. Kështu thuhet me të thënë. Me të thënë, po. Se sa vjetër është kisha? Dhe kisha është e shekullit 500, 1500 vjeçare. Po. Kisha e ditë në Ballkan. Kjo. Monument kulture. Ajo Sofia është e para e Shën Sofia, po. Se është 3-4 fishi kësaj, dhe kjo është e dita në Ballkan tasim. Kjo është e dita. Edhe monument kulture. Ruhet në shteti. Është i hapur për publikun, ka qenë hapur kjo. Hapur, kujdesar jam unë, po shteti s'ka vënë na një. Po. Që ta paguaj shteti. Ja te kjo, këtu brenda, se kjo është i tunel. Edhe, këtë votën në 87-ën? Në 87-ën. U gjetën. Ata i kapën, i futën në burg, se isha në gjitë në Gjirokasë, dhe ata thanë e coptuam. Në kosh plorave. Kurse ana tjetër thuhet që për në duart e në xhmies. Po. Dhe sot e ka bërvera me të thënë. Ka ardhur Mirela një ditë herë, i kam thënë unë. Edhe konizmat edhe këto dhe një pastrim konostasios kështu. A freskëve jo? Edhe s'kanë bërë asnjë gjë. Që të thuash të japi një fond. Se sa do na kisha dhe në mlodhi 5 lek kisha shopë dhe paguaj drita dhe roje pastrim. Ku e di unë gjërat. Do investimet më të madh, Po fshati sa ka padur, sa banor ka padur fshati? Përpara. Ishte 250-300. Përpara fare ka qenë shumë thonë. 500 shtëpi. Më shumë. Po. Gjithë labova. Poshtë lart. Labova poshtme vetëm. Vetëm kjo poshtë. Kjo poshtme. Sot janë 70 ekonomi. 70 këtu e 70 lart. Jetojnë këtu? Po. Mashaton kështu plot. Po, mashatar. Pjesa tjetër në Greqi. Pjesa tjetër Greqia, Amerikë, Itali, Gjermani, ku nuk kanë vajtur. Po mirë, këto bujtinat janë hapur për shembull, ka. Vinë të huaj shumë, sidomos tek ajo që vati juaj, ata vinë shumë se ajo u bë dhe para. Dhe të ai me kujtë edhe nga diherë më të. Inauguroi. Edhe vinë shumë. Vinë Gjerman, vinë Italian, Anglez, vinë shumë. Ti si 73 vjeçare janë në formë, punon. Isha në formë. Po jo, në punë të gjetëm jo, në punë të lamë, do ikim ne. Nëse çuditën vizitorët? Që shikojnë këtë paraqitje, mirë mbajtja e tërë këto. Se s'kanë parë të tjerë, mund të ketë të sotme, po kjo është e vjetër. Pa të sotme mund të ketë mbajtë parë shumë. Po parë në 10 ka bërë ndërhyrje shteti këtu në ikonostas? Fare. Restaurim, jo. Vetëm restaurim bëri vetëm çatinë para 6 vjetë. Që u bë rruga, u bë çatia. Se s'ka qenë as rruga para 6 viteve? Jo. Rruga e disi që. Po. Nuk është kelje më këtu, ta shikoje. Po atje. Po labove sipër me s'ka rrugë. Keq shumë. Dhe atje kanë bërë një bujtin të mirë. Vetëm me forestrat. Po e këtë lartë vetë. Po me të ullë, se sidomos këtë pjesa sa del këtu që del në krye të fshatit. Sa largë është labova që? Po që është ma, asë 10 minuta, asë më pak. Po këto shtigjet, funksionojnë këto që lëvizësh nga një... Për shumë të kalosh të shkëmbin këtu? Po e kalon më kësa do... Me bakti, me kështu. Po baktia kalon në ndje. Se venë, se kemi dhe kalan në ndje. Po kalaj vizitohet? Venë, ka në vajtë, po ata janë kur të kaqe, këtu e atje.
Edhe ka që do të rashë, se i ka në ngritur. Po tani të është rëzuar, është rëzuar. Po kaleja se fiqare është? Ma e vjetër do jetë, ako që e lidur si që thonë da që kanë luftuar me Antigonen. Po. Luftoj shkëteja me Antigonen. Kështë zonë të parit. Po flasë shpet do zë ku kemi haritur neve. Po. Do në kisha sot është funksionale, vjen... Të tërapën pakëzime, kurora, qëlloj të krëmdera që vjen prifti, se vjen prifti në Gjirokastra, se s'ka këtu. Po. Ben të tërë. Që janë të përndis ben të tërë. Po. Janë të tërë ortodoks, s'ka kështu muslimane krishtere, s'ka janë të tërë ortodoks, fshati. Të dhja fshatra. Të dyja po e marrë është. Këto dy janë fshatrat më të fundit, s'ka më tjetër. Jo, s'ka, pasaj ka marrë pa malit andeja, që e pokoni. Pasaj andeja, pasaj e Zagoria, që e Poliçani në këtë pjesë këtu, dhe e Zagoria andeja, në anë e Qajupit. Pa itën da i më kuke, asë një s'ke. Jo, vetëm turizmin s'jel, po, saktë. A i më shumë e gjallërojnë gjëllim të ujtë. Po. Ka qenë një djallë Labovit, Konstantin Laboviti, ja është këtu. E mori Justiniani, ushtar, e bëri general, drejtojti luftën, ki burë këtu, Konstantin Laboviti. Drejtojti luftën... Nga Labova? Po, në Labova. Konstantin Laboviti e thënë. Po. Drejtojti luftën, e fitojti luftën Justiniani, basi e mbarojti, i tha këtia, që dura do të bëjtani i tha. Edhe ki i tha, do të më bësh një kishi dhe në vënin tim i tha. Edhe që atëre pasaj a filloj binaja, a filluan të tëra pasaj punimet një pasjen. Po që na ki është të kisha, na Konstantin Laboviti.